Kandidati për deputet në zgjedhjet e 11 majit të Partisë Demokratike, Aulon Kalaja, ishte i pranishëm në foltoren e zhvilluar në Krujë. Gjatë fjalës së tij, Kalaja tha se në Bashkinë e Krujës, PD arriti një rezultat historik me 11 maj, ku qytetarët i dhanë një përgjigje të merituar Partisë Socialiste. Kalaja deklaroi se në rrethin e Krujës po ndodh një katastrofë sa i përket shpopullimit dhe malësia e Krujës është totalisht e rënuar. Du të falenderoj secilin nga ju emër për një kontribut jashtëzakonshëm që keni dhënë në zgjedhjet e 11 majit. Kruja arriti rezultat historik, një fitore në Bashkinë e Krujës, edhe ju e keni bërë këtë fitore. Pa diskutim për me folë për plagët, dy gjëra shkurtimisht do t'i them, Kruja nuk ka njerëz, në orën 5 mbasdite nuk ka as gra as fëmijë as pleq. Shkolla Berberes, një shkollë dikur me 300 fëmijë e mbyllur, nga Kruja kanë largu gjykatën, prokurorin, kanë largu zyrat e Adisës, hipotekën, Aluiznin, kanë largu çdo institucion të mundshëm. Malësia Krujës, një vend totalisht i rënuar pa njerëz, sipas censusit e Edi Ramës 48% ikje, sipas dhënave që ne kemi 65% larguar nga Mafsheqi, nga Ranza, nga Cullizall, Cullikam, Qafshtama dhe gjithë fshatrat e tjera të malësisë Krujës, që ka gjithsej sot vetëm 10 kullota, imagjinoni. Kjo është një katastrofë që ka ndodhur me rrethën e Krujës. Fushkruja me infrastrukturë të rënume, rruga e Gramzës e prishur, Unaza e Fushkrujës, rruga e Luzit, Thumana e shkatrume, shkolla e Mallkuçit e mbyllur 9 kilometra nga aeroporti i Rinasit, ta mendoni. Dhe me që jemi në Rinas u kap dhe laboratori drogës. Kjo është qeveria që ne kemi, prandaj qytetarët e Krujës kësaj radhe i dhanë një përgjigje shumë të fortë qeverisë socialiste me një vot plebiscitare kundër, duke arritur një rezultat historik. Kalaja theksoi se rezultati në Bashkinë e Krujës ishte historik, pasi sipas tij janë bastione të thyera pas 18 vitesh.